ata të cilët vaksinohen dhe si theme e kryen vaksinimin e plot, sepse vaksina kundër frutit jepet në 2 doza, dini doza parë jepet në moshën 1 vjeçare, 12 muaj deri 15 muaj dhe doza e dytë pastaj në moshën 6 deri në 7 vjeçare. Pra këta fëmijë të cilët e kompletojnë këtë vaksinim me vaksinën e frutit, e cila jepet bashkarisht edhe me vaksinën kundër mumpsit apo parotitit apo shytave siç njihet në popullat dhe me vaksinën kundër sëmundjes së rubeolës, pa ashtu të dy këto sëmundje të moshave fëmijërore, atë nëse kompleton me këto 2 vaksina, mbrojtja është jashtëzakonisht e lartë. Në mjekësi nuk ka asnjëherë 100%, por mbi 90% të rasteve do të mbrojë. Dhe fëmijët të cilët janë të vaksinuar, edhe nëse bien në kontakt me frutin, nuk do të smuren nga fruti, po themi kështu kurse se ata, ndërsa një numër i caktuar, ata të cilët eventualisht kanë ndonjë çrregullim të imunitetit ose nëse nuk është respektuar zinxhiri i ruajtjes vaksinave dhe shkaqen nga më të